Në datën 20 janar, ora 21 në studion e televizionit Apollon, debat i hapur. Qarkullimi rrugor, rregullat dhe respektimi i tyre. Roli i policisë rrugore dhe masat konkrete. Sa dhe si ndihmon policia e qarkullimit rrugor? Si ka funksionuar dhe si funksionon kjo hallkë e rëndësishme në qytetin e Fierit? Pse abuzohet dhe pse përfshihen afera korruptive vetë punojësit e kësaj policie? Për të zbardhur gjithçka të errët në këtë zinxhir, na ndiqni të mërkurën në 20 janar në televizionin Apollon. Do të jenë të ftuar shefi i qarkullimit rrugor dhe specialistë të tjerë të kësaj drejtorie, të gjithë përballë gazetarëve. Na ndiqni. Mirëmbrëma, përshëndetje nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin Koha dhe Fermeri, që si zakonisht organizohet çdo të martë në orën 18:30. Është një rikthim në studio, sepse emisionet ne i kemi zhvilluar jashtë studios, por sot një emision i veçantë ku janë përfaqësues të drejtorisë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit. Dhe konkretisht është drejtori i drejtorisë rajonale të bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, zoti Frederik Çuko. Mirë se ardhët, zoti Frederik, është takimi i parë që bëm në televizion Apollon. Frederik Çuko, i posaçëruar, pak ditë ka i posaçëruar drejtor i drejtorisë rajonale të bujqësisë dhe ushqimit, ka mbaruar fakultetin e veterinarisë në vitin 1985, ka punuar 6 vjet në kooperativën bujqësore të Libofshës, pra në bazë. Pas viteve 90 është marrë me aktivitet privat, ka bërë një specializim në Itali për njohjen e farmacive veterinare në vitin 1994, pra sot drejtor i drejtorisë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit. Mirë se erdhët, zoti Frederik, në këtë emision Koha dhe Fermeri. Gjithashtu janë të pranishëm zoti Etembida, që është përgjegjës sektorit këshillimor në drejtorinë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, dhe zoti Mohamed Baboçi, specialist i drejtorisë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit. Pra, 2 agronom dhe drejtori veteriner në profesion, njeri që ka rreth 20 vjet, mos më shumë, ka mbaruar Universitetin Bujqësor, Fakultetin e Veterinarisë. Në këtë emision të sotëm, të nderuar shikues, i kushtohet prezantimit të skemave që ka qeveria për subvencionimin e bujqësisë, dhe për të prezantuar këto skema janë ftuar pikërisht për t'ju bërë të qartë juve cilat janë skemat, çfarë synon pra qeveria nëpërmjet këtyre skemave, çfarë është bërë me skemat e viteve të tjera dhe çfarë ka mbetur pa u bërë në këtë vit, që është viti 2010, pra që pretendohet Shqipëria e futur në NATO dhe kandidate për në Bashkimin Evropian, dhe për të gjitha këto dhe problemet tjera që shtrohen aktualisht për bujqësinë, ne do të zhvillojmë të bisedë pra në studio me tre zyrtarët e drejtorisë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit. Zoti Çuko, nuk e di prezantimin mund ta bëjnë juve apo zoti Bida, lidhur me skemat, po fillimisht një prezantim tuajin, meqense është hera parë pra që merri pjesë në këtë hapësirë të televizionit Apollon, që është një emision sa për ta prezantuar, megjithëse ju mund të keni ndjeni, një emision i kushtuar tërësisht zonës rurale, bujqësisë kryesisht, një emision që ka lëvëruar shumë tema, një komunikim direkt me fermerët e qarkut Fierit, një emision që tashmë është bërë shumë i kërkuar në hapësirat e bregdetare të Shqipërisë, që nuk janë hapësirat vogla, po janë hapësirat ku është pra zënjë vend të rëndësishëm në bujqësi, qarku i Fierit, si dhe qarket të tjera që ne mbulojmë nëpërmjet hapësirave televizionit Apollon. Çdo çfarë të reja do të keni sjellë juve, do të sillni
në drejtorinë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes të konsumatorëve në këtë vështrimin që qeveria pra i ka mendon që të bëjë një hap tjetër në bujqësi. Qeveria shqiptare dalë nga zgjedhjet e 28 qershorit është produkt i dy forcave politike, i Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe në kuadrë të marrëveshjes dy forcave politike, unë si pjesë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, si kryetari i kësaj partie në Fier, në marrëveshja e dy forcave politike jam pozicionuar në rolin e drejtorisë bujqësisë në Fier. Dhe si i tillë unë kam ardhur këtu dhe mendoj që këtë institucion, të cilën ka pasur rezultate shumë të mira gjatë viteve të kaluara në drejtimin e të gjithë problematikave që ka pasur bujqësia në Fier, unë padyshim që do të përpiqem që të ecin më tej përpjekjet e këtij institucioni për të qenë më afër fermerëve, sepse një nga rolet kryesore që ka ky institucion është pikërisht mbështetja e fermerit. Qeveria shqiptare në programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, pa diskutim që një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet sektorit të bujqësisë, një sektor tepër i rëndësishëm në zhvillimin e vendit dhe sidomos të vendit tonë. Të lutem regjia, më falë zotje Quko, regjia mund të shoqëroj me pamje të regjistruara ditët e fundit në hapësirat e qarkut Fierit. Po. Siç thash, qeveria shqiptare ka një vëmendje shumë të veçantë për këto 4 vite për sektorin e bujqësisë, sepse me thënë të vërtetën e gjithë kjo periudhë tranzicioni për bujqësinë të gjitha qeverisë shqiptare, qofshin ato të majta, qofshin të djathta, ka pasur një vëmendje minimale për këtë sektor kaq të rëndësishëm. Ne tashmë jemi të qartë që pothuajse në Shqipëri gjysma e popullsisë jeton në fshat dhe pa diskutim që veç problematikat e mëdha që ky sektor ose ato resurset e mëdha që ka sektori bujqësisë për shoqërinë shqiptare, por është edhe një problem social në cilën bën të mundur që kjo pjesë e popullsisë e cila jeton në fshat bëhet e vetpunësuar në ato parcela në cilën ato kanë marrë nga ndarja e tokës sipas ligjit 7501. Në këtë kuadër vëmendja e rritur e qeverisë për këto 4 viteve ka të bëjë dhe me atë që për vitin 2010 subvencionet, të cilat është një pjesë shumë e rëndësishme e sektorit bujqësisë dhe blegtorisë, do të rriten masën 40%. Pra një vëmendje më e madhe e qeverisë shqiptare për këtë sektor. Dhe pikërisht një nga ato arsyet që ne ndodhemi sot këtu në këtë studio është pikërisht ajo që ne duam të sensibilizojmë të gjithë opinionin e fermerëve, të cilët të aplikojnë për të përfituar nga këto skema në cilën qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion për të mbështetur këta fermerë. Padyshim që ne si drejtori kemi filluar punën tonë duke ngritur grupet e punës, të cilët po shkojmë dhe po kontaktojmë me të gjithë fermerë. Specialistët tanë kanë filluar kontaktet e tyre mbas udhëzimeve të ardhur nga Ministria e Bujqësisë për këto probleme me fermerët të cilët duan që t'i sensibilizojnë ata, t'i bëjnë t'i qartë, që të plotësojnë dokumentacionin në mënyrë sa më korrekte, që të mos kemi probleme pasaj në momentin e fundit të këtij procesi të legudimit të tyre nga ana financiare. Pra, edhe njëherë duhet të përqendroj vëmendjen si titulari i këtij institucionit që ky është momenti shumë i rëndësishëm për fermerët, të cilët do të jenë shumë të kujdesshëm, do të jenë shumë të vëmendshëm, të mbajnë kontaktet me specialistët tanë, të cilët ndodhen në të gjithë territorin e qarkut për të plotësuar dokumentacionin që të përfitojnë nga kjo skemë e subvencioneve. Po, faleminderit zoti Quko, me sa shikojmë juve keni dalë, keni nisur punën për ta prezantuar skemat që do të ndihmojnë fermerët dhe pamjet tregojnë që keni marrë kontakte mbas edhe me fermerët, por nuk e di një sqarim të hollësishëm zoti Bida apo juve për çfarë skemash, se ju thatë 40% do të rritet
subvencioni për bujqësinë. Është mjafton, as mjafton. Do ta kthej bujqësinë ky 40% apo do ta kthej, ky është problem tjetër që edhe mund të bëjmë një bisedë të lirë ose herë tjetër, por çfarë skemash mendohet që të aplikohen për vitin 2010? Zotë Jo, unë dy fjalë do të thoja përpara se ta mirëte fjalën kryetari i sektorit këshillimor e të mbita që është nga specialistët më të vjetër, më me përvojë dhe eksperiencën në drejtorinë e bujqësisë në Fier, unë do e thoja që shtesa prej 40% e fondit për subvencionet tregon një vëmendje të rritur të qeverisë shqiptare dhe këto padyshim vit pas viti do ketë rritje të fondeve për subvencione dhe për investime në sektorin e bujqësisë, në infrastrukturën e saj, për agropërpunimin edhe sektorët të tjerë të bujqësisë. Po, faleminderit duke rikthyer pamjeve të tjera në ILO, ato pamje që janë marrë në hapësirat e qarkut Fierit për mbjelljet e reja, pastaj do të themi tek fidanat ku do të kërkojmë përsëri pjesëmarrjen me figurën që kanë regjistruar në hapësirat e rrethit Fierit. Mund të rikthehesh mbrapa në blloqet e vjetra nga fillimi i këtyre pamjeve e ILO, me qëllim pasaj që të arrim atje ku duam. Zoti Bida, pra një prezantim për fermerët që mezi presin që të subvencionohen për gjithat punë që bëhet në bujqësinë tonë, për gjithat të vështirësi ku ndeshen fermerët e qarkut e gjithë Shqipërisë, qarkut Fierit e gjithë Shqipërisë, për ato problematik që ka realizimi i prodhimeve, ato prodhime që gjejmë në qytet, në tavolina, që kërkojnë të gjithë, ama çfarë problemesh ka për fermerin, për ato kostot lartë të prodhimit që është një nga faktorët që e rrit krizën ushqimore, pra çmimet e larta, dhe të gjitha këto ma merr mendja në shërbim pra të qytetarëve shqiptarë. Ç'më mendoni ju, cilat janë skemat që do të sjellin diçka të re, do të ndryshojnë bujqësinë tonë? Tani së bashku me fermerët edhe ne kemi qenë shumë të interesuar që vendimi i qeverisë dhe udhëzimi për skemat mbështetëse të bujqësisë dhe të zhvillimit rural të vinte në kohë. Dhe fatmirësisht ai këtë vit është gati një muaj më herë se sa viti i kaluar, në mënyrë që të shmangen defektet që patëm në zbatimin e subvencionit vitin e kaluar, i cili nuk u realizua veç se gati 80%, qoftë për mbjelljet e reja, qoftë për prodhimin blektoral të perimevet të kreditimit e të tjera. Si vjetë, skemat janë përqendruar në këto drejtime kryesore. E para vendimi i qeverisë mban numrin 1290, datës 23 korrik, ndërsa udhëzimi ka dalë në 14 janar me numrin 1 nga Ministria e Bujqësisë dhe e Ministria e Financave. Këtë vit do të mbështetet mbjellja e pemëve frutore, ullinjve, vreshtavet dhe agrumeve. Në skema e parë, skema e dytë është teknologjitë moderne të ujitjes. E treta është prodhimi i perimeve në sera. E katërta është prodhimi i fidanave të certifikuar, që paraqesin një rëndësi të madhe. E pesta është prodhimi blektoral, është e gjashta prodhimi nga produktet bio, dhe e shtata është nxitja e kreditimit në bujqësi dhe në mekanikën bujqësore, qoftë për punimin, qoftë për grumbullimin, qoftë edhe në mekanikën në kompleks dhe prodhimi i vajt ullirit ekstra vergjine. Këto janë skemat të thjeshtuara. Shuma në shkallë kombëtare është 1.515 milion lek, ose e konvertuar në dollar, ajo është rreth 16 milion dollar. Si sta drejtori, ajo është gati 40% më shumë se viti kaluar, dhe ky emision, i iniciuar së bashku me ju, synon që gjithë komuniteti i fermerëve, i të gjithë aktorëve të agrobiznesit,
në qarkun e Fierit të marrin njoftim nga të gjithë struktura e bujqësisë, qoftë specialistët që mbulojnë terrenin nga sektori këshillimor, qoftë edhe nga sektori politikave të prodhimit, të shërbimit veterinar e të tjerë. Po, faleminderit zoti Bida, ju bët një prezantim të skemës, por unë shikoj diçka këtu, diçka e re që vjen në këto skema, që blegtoria, me sa kam dëgjuar, do të subvencionohet jo mbi bazën e krerëve, siç ka qenë dikur, jep kaq lekë për krerë, por ka një ndryshim mbi bazën e prodhimit, për sa litra qumësh prodhon. Gjithashtu, vaji i ullirit jepet përsëri sipas prodhimit që jepet nga fermerët. Kjo më duket diçka e re, diçka më e mirë që futet për të stimuluar vërtet prodhimin. Nuk e di ç'e mendoni juve, zoti Çuko. Pra, është një mundësi që jepet parat i merr ai që punon, ai që prodhon. Po, është e vërtet ndryshimi i skemës, sidomos në sektorin e blegtorisë për të subvencionuar njësinë e prodhimit. Ne edhe në programin tonë si forcë politike kemi pasur ndryshimin e skemave të subvencionimit dhe të ishte mbi bazën e njësisë së prodhimit. Sepse ai është një element i cili ndikon është më nxitës tek fermerët sesa skemat statike për numër krerësh. Edhe unë duke parë në këtë këndvështrim shohim që kjo mënyrë, kjo skem e subvencionive në sektorin e blegtorisë duke marrë për 10 litër, për 10 lekë për çdo litër qumësh të prodhuar, kjo do të bëjë të mundur që të nxjisi fermerët për të prodhuar më shumë produkt qumësh, sesa skema e ngurtë e viteve të kaluara që ishte 100 lekë për çdo dele apo si ishte, çdo lop ose për çdo dele. Kështu që kjo është ndryshimi që është bërë si vjet në skemës për blegtorinë dhe kryesisht për gjellin. Do të ketë edhe subvencion edhe të deleve të timtave, po kjo do të ndodhi në një fazë të mëvonshme mbasi duhet që të mbaroj faza e matrikullimit të këtyre të imtave cilë nuk kanë përfunduar në qarkun e Fierit. Dhe për gjellin do të ketë subvencion si shtasë 10 lekë për çdo litër qumësh të prodhuar, të gjitha ato fermat që kanë nga 10 deri në 50 krerë gjell. Pra për mendimin tonë është skema më e mirë e subvencionit. Pra kjo do të thotë që do të marrin vetëm ata që mbajnë shumë lopë. Por do të bëhet me 3-4 lopë, që ka shumica e njerëzve. 2 deri në 4 lopë. S'është futur kjo, nuk është parashikuar kjo, apo do një farë stimuli që të rritet numri i krerëve të gjellëve. Ne mendojmë që këto skema janë skema nxjise të rritjes së prodhimit, qoftë bujqësor, qoftë edhe blegtoral. Ata fermerë të cilët kanë numër krerësh të tillë 1 apo 2, pa dyshim që i kanë për të mbuluar nevojat e vetë familjes së tyre. Kurse qeveria shqiptare me anë të skemave subvencionuese ka qëllim që të stimulojë fermerët për të prodhuar, për të rritur prodhimin e qumshit në rasti konkret. Sepse në fundit ne të kërkojmë si qeveri dhe të ndikojmë tek fermerët për të rritur prodhimet, cilët do të shërbejnë pastaj për të ushqyer, për të hedhur në treg edhe për të shërbyer si ushqim për njerëzit. Ky është qëllimi kryesor i nxitjes së rritjes së prodhimit. Dhe nëse ne nuk do të vendosnim këto kushte, atëherë nuk do të kishte interes fermeri që të rriste numrin e krerëve, që ta çonte në kufirin minimal 10 krerë. Po, faleminderit. Regje do ndihmoj me pamjet që kalojnë në Vreshta dhe në Ullinj, pra në pemëtorën që kemi në Patos. Ndërkohë, zoti Bida, do ndalesh atë zoti Baboçi për pak sqarime, nëse mundesh, sqarime lidhur me kriteret e shpërblimit apo subvencionit të ullishteve të reja, të pemë frutore, të Vreshtave, ato distancat, po do lutem edhe kamera do qëndroj tamam aty, ta fokusoj, sepse ka ndodhur vite të tjera, që pse i mbolle 6,5, po nuk i mbolle 7. Kjo është e dhimbshme. Kjo quhet pretekst në rastet më të mira, do të quhet pretekst
që gjendet një pretekst për të mos e shpërblyer fermerin pse i mbolli 6,5. Kur ne si specialist fillojnë mbjelljet nga 5 metra distanca edhe 4 metra mbjellje intensive deri në 8 edhe 9 metra. Urdhëro. Unë doja të ndërhyrja doja ta shikoja problemi jo në këtë këndvështrim në cilën ju e diskutoni. Sepse këto kriteret të vendosura nga Ministria e Bujqësisë, të cilët është mendimi specialistëve, të cilët janë shprehur për këto probleme, nuk ka si qëllim për të penguar fermerët për mos marrë subvencionet. Qëllimi i këtyreve është për faktin sepse duhet që mbjelljet të bëhen në kushte sa më të mira teknike. Dhe mendimi specialistit duhet jetë i plot në këtë drejtim. Absolutisht nuk është ajo që këto janë sebepe për të penguar. Përkundrazi, limitet Ktheni kamerën në studio, lutem, regjia. Limitet e subvencionit kanë ndryshuar tashmë si thash dhe me ndryshimet e politikave të qeverisë për sektorin e bujqësisë. Shtesa prej 40% e fondit për subvenciones tregon këtë që nuk do të ketë pengesë për të marrë subvencione asnjë fermer. Bile sa për të qenë pak më i qartë në këto që them, për vitin e kaluar nuk u konsumua i tërë fondi i cili ishte parashikuar për subvencione. Për shkak të mos plotësimit të dokumentacionit të plot nga ana e fermerëve dhe mos plotësimin e kushteve të tyre. Pra, nuk është pengesë këto kushte për të mos marrë fermerët, por janë kushtet cilët i kanë vendosur specialistët që dhe bujqësia jonë sot në të ardhmen të kaloj në shinat e një bujqësie moderne, cilat me kalimin e viteve do të ketë pasaj dhe infrastrukturën e saj për të marrë prodhime sa më të bollshme, qoftë bujqësore, qoftë elektorale. Zoti Çuko, është specifike, juve jeni veterinar, do thotë që nuk njihni edhe pemtore dhe vreshta, po është specifike për këto që po them, sepse ka qenë një propaganda e dobët, nuk janë sqaruar si duhet fermerët për t'i thënë që është në fillim distancat, gjithë çfarë duhet. Sepse nuk e bën një fermer që do të subvencionohet, e thotë unë nuk e mbjell 6, do mbjell 5,5. Ai do ta mbi dhe ai sa thonë juve. Por ky prezantim që bëni juve zoti Çuko këtu, që ka ardhur me gjithë ekipin, e që keni marrë rrugën edhe po gjezdisni, po shikoni edhe në terren, kjo është një gjë shumë e mirë, unë them vërtet do t'jap mesazhe fermerëve e do të jetë kënaqësi për ta, që për t'ja themi, t'ja sqarojmë mirë, jo vetëm në një emision, por edhe atje në terren, emisione posaçërisht për këtë punë, që ata të jenë përgatitur që të mos gabojnë me distancat, se nuk është vështirë për të bërë distancën që kërkohet sipas kritereve. Ndërsa teknologjitë, zbatimi teknologjive ju keni të drejtë për teknologjitë. Dhe të sqaroj zoti Baboçi disa probleme lidhur me këtë. Po, ashtu siç u fol edhe nga parafolësit, për vitin 2010 do zbatohen 9 skema, nga të cilat 8 janë skema të pagesës direkte të prodhimit në ferë. Pak me zëmë të lartë. Metodë e cila aplikohet sot në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, dhe skema e 9, që është financimi i kredive, është një skemë e pagesës indirekte. Për sa i përket skemës së mbjelljes së ullive, të agrumeve dhe të pemëve frutore, që është skema e parë, kur në pemë frutore përfshihet dardha, kumlla, qeshia, pjeshka, lekthia dhe lule shtrydhe për rajonin e Firit, do të aplikohet pagesa për sipërfaqet mbi 2 dënim. Sipërfaqja minimale për të aplikuar është 2 dënim. Vjet ishte 4. Dhe pagesa do të jetë 250.000 lekë të reja për hektar për format tradicionale dhe 350.000 lekë të reja për hektar për format intensive. Domthonjë që këtu Çfarë thotë kjo? Që këtu fillon ajo domthonjë që t'ja përgjigje asaj vërejtësi për tyve. Që këtu fillon domthonjë përcaktohen kriteret e përfitimit. Ja kamera ku është zoti. Derisa shteti për format intensive domthonjë jep më shumë, do të thotë që duhet rritur numri i bimëve për hektar për të mbaritur edhe prodhimin. Prandaj edhe përcaktohen edhe distancat dhe numri i bimëve. Domthonjë shteti paguan më shumë për format intensive. Dhe kryesisht ato në zonat fushore për ullirin, për pemë frutore dhe për agrume. Jemi në gjendje apo do të them herë tjetër çfarë distancash kërkohet, çfarë korrektësie kërkohet nga fermerët? Kërkohet për pemë frutore jo më pak se 300 bimë për hektar. Për ullirin jo më pak se 250 bimë për hektar. Edhe për agrumet jo më pak se 400 bimë për hektar. Kto e për format tradicionale. Për format intensive, për pemë frutore jo më pak se 800 bimë për hektar dhe për ullirin jo më pak se 400 bimë për hektar. Domthonjë nëse fermeri
zbaton një teknologji për një formë intensive, shteti e paguar më shumë. Edhe një kriteret i përcaktojnë Ministeri i Bujqësisë, Forcat e Politikave. Ne jemi një strukturë zbatuese. Jo, është fjala këto kriteret do vinë të shkruara që ne ti përsëritim në uzim. Të gjithë specialistët tanë mos mjaftojmë me këtë komunikim. Të gjithë specialistët tanë janë njohur me këtë uzim. Dhe fermerët do të marrin kontakt, ndashtë drejtorin e bujqësisë, ndashtë specialistët tanë në qendrat e informacionit dhe në zonat në komuna që kemi ne specialistët e drejtorisë bujqësisë, të cilët janë sqaruar me këto kritere, me këto distanca. Po. Dhe për blegtorin çfarë kriteresh ka? Unë mendoj të qëndrojmë tek mbjellje, agrume, se kjo është më afat shkutra që fillon aplikimin datën 15 janar, që ka kaluar disa ditë nga data që jemi sotme dhe përfundon në 28 shkurt, nga një muaj më herët se viti kaluar. Dhe ardhja e vendimit dhe udhëzimit më herët krijon mundësinë që të mund të përballojmë plotësisht defekte e vitit kaluar, që të komunikojmë me fermerin dhe të themi këto janë taksative. Para se të bëjmë këtë, doja të thosha këtë, ju duke qenë zëdhënës i publikut dhe në disa emisione ne kemi rrahur, kjo skem, si të thuash, sigur e ka dëgjuar zërin tuaj që me përjashtim të mbjelljeve të reja, të gjitha skemat e tjera i referohen prodhimit. Dhe nëse flasim për distanca tradicionale me 250 bim, që është minimumi për udhërimin dhe për të tjerat më lartë, dhe për prodhim intensiv, sepse synimi i zhvillimit rural, synimi i bujqësisë është të prodhoj për treg, dhe prodhohet për treg në forma intensive, sepse ju e dini shumë mirë që Mallakastra, që është vendi tipik i prodhimit të udhërimit, merr 2 kg për rënj deri në 10 kg për rënj. Për sqarim të zotë Bida do të bëjmë pas një hapësire publicitare. Po, dakor. Artur Atia, që është sponsori i këtij emisioni, jepni pak publicitet. Pas që thamë, këtë emision e subvencionon ose e sponsorizon Artur Atia. Në shembullin e tim na ndjekin edhe shumë njerëz të tjerë të agrobiznesit, të tregtarë të fidanave dhe të inputeve të bujqësore. Po. Gati Ilo. Agrume, pemë frutore, ullinj dhe drur dekorativ. Artur Hatia, Mbrostar Ura. Ju fermer dhe amator të frutikulturës, këtu do të gjeni fidana cilësor të kultivarëve të ndryshëm. Ju do të befasoheni nga bukuria e portokalleve, si dhe limonave e mandarinave që lullëzojnë në të gjitha stinët. Zbukuroni ambientet tuaja dhe do të shijoni jo vetëm bukurin, por edhe fruta të shijshëm dhe me vlera të larta vitaminoze. Ka sjell fidan cilësor, ka marrë dhe vjet, i ka mbjell. Ejani, kënaqësia juaj do të jetë pafund, me agrume pemë frutore të gjitha llojeve, importuar nga firmat më serioze të Italisë së Jugut. Artur Hatia ju ofron profesionalizëm, garanci, bukuri. Adresa: firma Amaro Plusa, Mbrostar Ura, 100 metra nga kthesa Libofshës në drejtim të rrugës automobilistike për në Lushnjë. Telefon 068 20 73 797. Por ne kemi edhe një sponsor tjetër, se ka disa vite që një nga firmat Autotrack 93 në Maminas sponsorizon disa emisionet të koha dhe fermeri, dhe mendoj që ta dëgjojmë dhe këtë para publicitet për firmën John Deere, një kompani gjermane që prodhon traktora me qendër në Maminas. Presidenti i saj është Dorgjin Ngafieri. Të lutem Ilo, jep edhe reklamën e John Deere-it. Fermer, kërkoni cilësi, garanci, siguri? Përfitoni sa më shpejt nga teknologjitë e reja të John Deere. Jetë gjatësi, manovrueshmëri, konsum minimal nafte dhe garanci deri në 3 vjet. Pranë kompanisë sonë Autotrack 93 SPK do të gjeni të gjitha llojet e makinerive dhe agregateve bujqësore të prodhimit amerikan, gjerman, francez dhe italian. Pjesë këmbimi dhe vajra lubrifikante origjinale. Asistencë teknike të specializuar. John Deere, teknologjia që paguan.
filloni vitin e ri bujqësor me teknologji konkurruese. Autotrack 93 SHBK, distributor zyrtar i John Deere për Shqipërinë dhe Kosovën. Adresa Autostrada Tiranë-Durrës, Maminas, kilometri 16. Po, pra ishin dy si mu t'i quajmë biznesmen të sektorit agrar, agroinpute, është Artur Atia dhe firma Autotrack 93 me qendër Maminas, por me këtë rast me qenë se u dha reklama e John Deere-it, prodhuesit gigant të traktoreve John Deere, që të kanë hyrë tek neve, kanë filluar të hyrin traktora shumë fuqishëm, me një teknologji gjermane kuptohet. Unë do të thosha që duke zhvilluar bisedën pak se çfarë jepet këto skemat e subvencionit për mekanikën, çfarë mendohet. Edhe do na ndihmoj Ilue që me një pajisje të re të fundit për hapjen e gropave që është emergjente tani, që është filmuar në Greshic me këto traktorët John Deere. Duke rishikuar me pamjet, le të vazhdojmë bisedën për çfarë mendohet pra për mekanikën bujqësore. Një nga pikat e vendimit të Këshillit Ministrave është nxitja e kreditimit në bujqësi të mekanikës bujqësore me vlerë deri në 15 milion lek të reja. Do të mbështetet 70% e normës interesit. Në qoftë se fjala vjen, do të marrësh 1 milion lek kredime mesatare prej 15%, 10% të kësaj do të jetë grant nga shteti. Është hera e parë që aplikohet dhe është një nevojë domosdoshme për zhvillimin bujqësor, pasi do të subvencionohen ato ferma që kanë, mund t'i sqaroj Muhameti më saktë, që kërkohet sipërfaqja e tokës së arë, e ullisteve, pemëve frutore, e vreshtave, agrumeve, serave dhe një numër i caktuar i... Duke që se jemi në aktualitet, zoti Bida, kjo është një mekanizëm traver, quhet kjo, për hapjen e gropave, që është sjell kohët e fundit në të paktën Maminas, në Autotrack 93, është në Greshic një djalë shumë punëtor, një Adrian Kuqari, djalë shumë punëtor, që e ka kompletuar parkun e tij me shumë lloje mekanizmash, dhe këtu në Greshic ka hapur gropa. Toka shumë të forta e megjithatë, jo më shumë se 20 sekonda hapet një grop një me një. Shikojeni, ndikeni, na jep Ilo atë të plot, pamjet janë bërë atje. Pra është Ardian Kuqari në Greshic, aty e ka qendrën, edhe ky mekanizëm shumë i fuqishëm, që ka një shpejtësi të habitshme, sepse tani jemi në kohën e hapjes gropave, dhe do t'ju duhet atyre që do të mbjellin, që do të kenë 100 rrenjë, 200 rrenjë, 500, 1000 rrenjë, që ku ja brenda ditës, të gjitha bashkë. Kush është interesi për këtë? Që gropat hapen shpejt, sepse duhet përgatitur, duhet i zëri shiu gropat hapen me pleu në grop, zoti Bida. Dy fjalë mund të argumentosh nga ana teknike për teknologjinë e mbjelljes së ullirit, se çfarë duhet, sa duhet të qëndrojë gropa e hapur, dhe me këtë mekanizma hapet gropa shpejt. Çfarë mendoni? Tashti hapja e gropave përbën një nga elementet kryesor të teknologjisë dhe me mekanizëm ajo realizohet më së miri në distancat e përcaktuara, qoftë të gjerësisë, të thellësisë, për të arritur një bindje sa më të shëndetshme dhe shpejtësia. Është me shumë interes futja e këtij lloji mekanizmi, siç edhe shikohet në pamjet parë dhe ne kemi parë dhe konkretisht, pothuajse të gjitha vendet përreth nesh, qoftë Greqia, qoftë Maqedonia, të tjera vende, Italia, hapjen e gropave e kanë në mënyrën më të mekanizuar si dhe shumë proceseve të tjera. Veçanërisht për mbjelljet masive, atje ku do të jetë deri në 5 hektar, fjala vjen për pemët, ullinjt, vreshtat, agrumet deri në 10 hektar, kjo do të jetë me shumë. Edhe një moment, Ilo, regji, edhe një moment, do t'ju themi shikuesve që një emision të posaçëm do t'jepet gati 1 orë me këtë traktorist të mrekullueshëm, e një nga punonjë mekanizatorët e mirë, pra që punojnë në Mallakastër në kushte një terren të vështirë, dhe do të keni, ka mundësi nesër, nëse s'ka një pengesë serioze, nesër ka mundësi 1 orë, në orën 6 të flasim vetëm për John Deere-in dhe për këtë specialist, këtë traktorist të mrekullueshëm që punon në zonën kodrinore të Mallakastër, në zona shumë të aksidentuara.
Pra, ishte një prezant një mjeti të ri, pak a shumë nuk e di që thotë zoti Baboçi. Atëherë, jo, që unë do të sqaroj për këtë skema e subvencionit të normës interesit për kredi, sepse bëhet fjalë për marrjen e traktorave, mekanizëm bujqësore me kredi. Kështu që u tha do të mbështetet 70% e normës interesit për 3 vjet. Atëherë kriteret e përfitimit të fermerëve për mjetet mekanike është që fermerët duhet të kenë mbi 2 hektar tokë, mbi 5 dënim sera me ngojë ose sera. Po, kthej kam në studio. Duhet të ketë ose mbi 30 kre lop. Atëherë përfitojnë janë proprietarë ata fermerë që bashkë me mjetin blejnë agregatin bujqësor. Kredia duhet të jetë më e madhe se sa 1 milion lekë. Të reja. Atëherë ka mundësi të blenë mjetet të kosh. Po gjë që stimulon me fjalë këto lloj mekanizme të Evropës perëndimore. Do marrë kredi në bankë për të blerë një mjet. Atëherë shteti subvencionon këtë pjesë të normës interesit të thamë. Po. Kjo pjesë është një skemë e re që futet si vjet për krahas financimit të normës interesit me kredit për dhoma frigoriferike, për magazina, për linja proponimit të agroproprimit bujqësor, si dhe rrugën për magazina për produkteve produkteve të bujqësore. Çfarë kriterësh do të ketë për këto Në radhë të parë njërë kredi marrësit duhet marrë ofertën nga banka, që pranon banka që të japi kredi, duhet të ketë aktin e marrjes të tokës në pronësi, qoftë certifikat, qoftë edhe si mas ligjit 7051, dhe me këto ofertë bankare kalon drejtorin e bujqësisë dhe pasaj në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural dhe realizohet marrja e kredisë. Mendoj duke qenë se është skema e re dhe është një skemë shumë efikase, lavdi Zotit që mekanizimi tek ne është në shkallë më të ulët. Fjala vjen ky mekanizëm i këtij traktoristi mund të shërbejë jo vetëm komunës së Greqisë, mund të shërbejë shumë mirë komunës së Kalit, komunës së Fratarit, deri në Kut, në Ballësh. Ai përballon me fjalë që sot është e vështirë të gjesh në këto rajone fuqi punëtore për të hapur me cilësi gropën. Pastaj me fjalë shtrirja e mekanizimit do të jetë me shumë favor për zhvillimin e prodhimin bujqësor e brektoral. Unë do të theksoj edhe një diçka që afati i aplikimit për këtë skemë, domethënë për pagimin e normës interesit fillon më 1 mars dhe mbaron më 30 prill. Dhe do të korrigjohet që aplikimi bëhet direkt në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor në Tiranë. Bëhet në Tiranë bujqësisë. Po. Ata do vinë të interesojnë pranë drejtorisë bujqësisë për të marrë dokumentacionin dhe kriteret e përfitimit, por aplikimi bëhet direkt në AZRB. Atëherë para se të kalojmë në hollësira përsëri do të vazhdojmë pra në shpjegimin e këtyre politikave mbështetëse të qeverisë për bujqësinë subvencionet, por vitin e kaluar drejtori është njohur se duket me shifrat, e tha që nuk është realizuar, nuk janë shpenzuar gjitha lekët që janë vendë dispozicion të bujqësisë. Çfarë mendoni zoti Bida, ka pas pengesa nga ana apo është vetëm prezantimi, është propaganda jo e plot për këtë problem? Përse ka ndodhur kjo? Tash kjo ka një shumësi faktorësh, por faktori më kryesor është që ndeshim në një farë kokëforsie të fermerëve të larg qendrave urbane, larg qytetit të Fierit, bashkisë Fierit, Roskovecit, Cakrin, me fjalë në zonat kodrinomalore që hezitojnë për të mbjellë në këto distancë. Por unë do të thoshja që ka ndryshuar koncepti i kultivimit të ullirit. Nuk është më që ulliri do të mbyllet për disa breza. Jo 100 bim apo 50 bim për hektar. Por tashi do të mbjellë ai fermer që do t'i qëndrojë tokës pranë. Nëse një fermer do të mbjellë 100 bim për hektar, nuk ka kosto, nuk ka interes ta mbashtrojë. Ndërsa do të zgjidhen ata fermer që do t'i qëndrojnë pranë bimës ullirit në mënyrë permanente dhe do të plotësojnë kriterin e numrit të bimëve për të marrë njësinë e sipërfaqes. Zoti Çuko. Unë do të edhe diçka tjetër, se më të mësoj zoti atë. Një pjesë e kësaj ka qenë edhe sepse shumë fermer, domethënë nuk arrin të sigurojnë dokumentacionin, sepse politikat e shtetit janë të tilla që duhet disiplinojmë dhe sa gjëra. Për shembull, fidanat duhen marrë në subjekte që janë certifikuara. Bashkangjitur duhet dokumentacioni për katës. Ata fermer që i kanë blerë fidanat jo aty ku duhet, janë përjashtuar nga këto skema. Bile si vjet është vënë re që fermeri duhet paraqesi bashkë me aplikimin dhe vërtetimin e pagimit që ka paguar taksën e tokës për vitin 2009 dhe për vitin 2010 në vazhdim. Domthonë janë disa kritere që shteti do të disiplinojë dhe disa. Ata fermerë që nuk i plotësojnë këto kritere janë përjashtuar nga skema. Atëre, zoti Çuko,
se në televizion Apollon kanë shumë ankesa. Mund të janë dhe këto faktor, edhe nuk do bëhen lëshime në kuptimin e teknologjisë të zbatimit të kritereve, sidomos të mbjelljeve. Nuk do të bëhen lëshime për këto dhe ju jeni tepër korrekt në këto. Por a do të jepni garancive këtyre fermerëve të mos ketë ankesa të karakterit subjektiv, pra pengesa, ka ankesa të lloje të ndryshme, partijake, rishfetet, unë nuk akuzoj dot asnjë, por telefonat bien, rishfetet, një far indiference e punojësve për të shkuar atje, ashtu siç keni nisur juve. Nuk e di si do ta kryesoni ju këto politika, pra realizimin e këtyre subvencioneve. Si do ta realizoni politikisht? Po, Edhe administrative. Pa diskutim, një nga problemet më të rëndësishme në cilën kemi ne si drejtori dhe si staf specialistës, është edhe ky moment cili me të vërtetë është një moment tepër i rëndësishëm, sepse vërtet ka zëra në cilën ka pasur probleme në 2 vitet e kaluara për çështjen e marrëdhënieve të fermerit me specialistët dhe me disa grupe të tjera të cilët kanë qenë përgjegjës për administrimin e këtij procesi. Por unë do të them se nuk do të ketë më probleme të tilla këtë vit edhe në vazhdim marrëdhënie midis specialistit dhe fermerit. Pikërisht një nga ato arsyet që thashë në fillim që edhe ky emision sot, edhe dalja jon në teren bashkë me specialistët, është pikërisht kjo që ne do të jemi shumë afër me fermerët, ne do të jemi shumë afër me ata për t'i shpjeguar se si funksionon kjo skem, për t'i shpjeguar atyre bashkë me specialistët tanë, duke u shpjeguar atyre se cilët janë kriteret edhe kushtet në cilën ka vendosur Ministria e Bujqësisë për të përfituar nga këto skema, dhe problemet kryesore unë mendoj se janë ato në cilën fermerët nuk janë të informuar mirë me se si funksionojnë këto skemat e subvencioneve. Për një të vërtetës, ne kemi një situatë të tillë në fshate cila për shkak të këtij tranzicionit i gjatë dhe niveli i fermerëve është i tillë që nuk ka pasur mbështetje dhe afrimin e shtetit tek fermeri. Pikërisht ky moment në cilën specialistët e bujqësisë, shteti afrohet pranë fermerit, ndjen fermeri vërtet ngrohtësinë, aftësinë e tij, por ka dhe një problem cili është shumë i rëndësishëm. Një nga ato arsyet që shteti subvencionon është edhe formalizimi i të gjitha marrëdhënieve që ka fermeri në lidhje me shtetin. Një nga kushtet që është vendosur si vjet për të përfituar subvencion është